ku i madhreshmi Allah thot Bismillahirrahmanirrahim, Hua alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayam, thumma istawa 'ala al-arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ai është që krijoi qiejt e tokën vetëm për 6 ditë. Pastaj mbisundoi arshin, ai e di çka futet në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret prej qiellit dhe çka ngritet në të, dhe ai është me ju kudo që jeni. Allahu është përcjellës i asaj që punoni. Pra, nëse shohim krijimtarinë e Allahut, universin, tokën, qiellin, shiun, rreth se si ato lëvizin, gjitha këto do të thotë Allahu te baraka ve taala po tregon se i krijoi për 6 ditë. Pastaj e mbisudoi arshin dhe Allahu është shumë mirë i informuar si krijues për çka futet në tokë dhe çka del prej saj. Komplet gjitha ato minerale, gjitha ato minjera të mëdha që i ka toka, me gjitha ato pasuri në barkun e saj, i ka kriju Allahu në favorin e njerëzit. Sot tashi po e shohim shtetet mëdha të fuqishme që merren me përpunimin e metaleve të rralla, si kromi, bakri, hekuri, argjendi, elemente të ndryshme që janë në favor të industrisë për prodhimin e orave për shembull me nikel ose prodhimin e mjeteve të larta ushtarake, të anijeve kozmike nga titani dhe nga elemente të ndryshme në kimi dhe fizik, të gjitha gjenden në tokë. Dhe Allahu e di çka ka brenda kësaj toke. Dhe këta koka të zgjuta, këta njerëz të mençur, këta njerëz të ditur që nuk meten beduin malsor, por u integruan, u zhvilluan, bën baza të fuqishme akademike, fizike dhe zhvilluan shkencën dhe dijen. Këta janë popull besimtar, këta janë popull vizionar, këta janë popull që e kanë kuptuar fjalën e Zotit, e kanë kuptuar Kur'anin. Këta janë popull të zhvilluar, të integruar. Nuk janë sikur ca popull primitiv që janë met hala tu diskutue filon presi një fisit saktuar e ka pas shpatën më të madhe, e ka pas shpatën më të vogël. Ose çfarë lloj tesha ka vesh ai. Normal, me këtë punë merret etnologjia, si shkencë. Etnosi për kostumet, për veshjet, ose historia merret. Por historia është si një lanë teorike që tregon për të kalumin e popujve. Por shkencat eksakte ose shkencat e natyrës janë ato shkenca që nuk rrinë vend numra, por avancojnë dita ditës në zhvillime të ndryshme për t'ja bërë njeriu jetën më të lehtë dhe njeriu të përparojë, të mos mbetem ende me sisteme të vjetra të Paskalit ose me programe që sot nuk ekzistojnë, do të thonë janë programe të prapambetuna, alo me Pentium 2, 3, apo kupton, por tash kanë avancuar me programe jashtëzakonisht të fuqishme, të cilat janë shërbim të njeriu dhe prandaj prapambeturia tregon se ai popull ose ai qytetnim është mbrapa me fjalën e parë që zbritin Kur'an, që ishte Iqra, lexo, studio.